Isa në Malandet. Knatësi që të kemi sot në studio. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. E di që je fajtor pak për gjitha këto aktivitete që po ndodhin në Prishtinë. Si po të shkon vera? Fajtori i lumtur. Fajtori i lumtur. Mirë shumë, unë e kam marrë detyrën rishtasi, do me thonë tash këto ditë i bëj 3 muaj që jam me mnu në pozitë. Po vrejet. Po, faleminderit. Urojmë që më na zgjatë energjia dhe me punu deri në fund mandatit kësaj. Po e kemi një projekt tash rishtasi që kemi po, është qef në lagje kemi quajt. Po kjo në lagje, qefi nuk do t'jetë vetëm qef, kemi pas në lagje dhe aktivitetet tjera, po këtë muaj pasi që është vera, edhe kanë ardhur diaspora. Më thënë, nuk është diçka vetëm verore, por do të vazhdoj gjatë gjithë vitit. Ideja është që jo, mos me qenë. Unë menoj që kultura dhe arti duhet me qenë e shtrirë gjithandej Prishtinës, si në fshatra edhe në lagje, por tash masi kemi verën, është dita më e gjatë. Kemi nevoj pak me dalë në shkolla e nxehtë, me dalë në lagjet tona, kemi vendosur me shku me muzikë edhe kemi 10 koncerte në 10 lagjet. Natën e parë që unë bajt në Dardaninë, kemi qenë prezent me media edhe kemi përcjellë. Ke jashtëzakonshëm. Po, na u kënaqëm, me thonë drejtën, kjo ka qenë pilot projekt, edhe na kur bën diçka për herë të parë, nuk e Kur ke ba diçka për e të parë, nuk e ki idenë se që shka me uprit, është e sikletshme pak, po neve qashmina pritën në Dardani, edhe ishte kënaqësimi pa njerëz në bërë balkona të dalë të knu, edhe pse shkoj ora 11 njerëz edhe nga balkonat kërkojshin që me vazhdu. Edhe një. Po edhe javës tjetër që kemi me vazhdu me parkun e qytetit dhe lagje tjera. Unë s'po guxoj me të pyet se mande e kuptojnë në cilën lagje jam. Kështu s'po të pyes për lagjen time kur do të vi. Nëse s'jemi në lagjen e juaj, do të vim në muajt në vazhdim. Vazhdim, okej. Kjo punë 3 mujore që tashmë veç e ka marrë ndoshta formën e vet, apo don me punu ende, nuk është kjo ajo që po e don? Sa pret prej kësaj pune? Kur e merr një punë tretë, e ki në farloj skenimi të situatës që ke gjetë. Edhe ajo që ka ti parashef që në fund të mandatit paka shumë me rri, me që ka me ndryshu. Drejtoria e Kulturës është një dikastër relativisht i gjanë që i ka 3 institucione tjera varëse, që është Teatri Dodona, është Biblioteka Hivzi Sülejmani dhe Qendra Kulturore e Fëmijëve. Janë 3 dikastere shumë të rëndësishme për mu dhe menoj që duhet me punu fort që me jam këthyje honën edhe këtyne institucione varëse. Përveç saj kemi edhe Galerinë e Prishtinës, e cila ka fillu të funksionurin në fund të vitit 2025, që ka ba një punë të jashtëzakonshme para arsja jam Sibel Halimi me rikthimin e asaj galerie të Prishtinës, dhe unë menoj që qëto institucione, qëto dikastere tona për mu janë prioritet. Po, duhet mbajtur. Duhet mbajtur, duhet me i qunë një nivel tjetër. Kam taku Teatrin Dodona që unë për veti dhe përvesoj gjdo iri apo gjdo qytetari Prishtinës e ka për zemër, sepse në vitin 86 kur është themelu Teatri Dodona, unë qatë vit kam lindë, me thonë një jetë të tërë, mu ka përcijet. Një vit pas te unë. E jemi rritë në kukullat. Kështu që është për mua shumë e rëndësishme se kam shumë kujtime, po besoj se cili kem kujtime atje, dhe unë menoj që nuk është në nivelin që duhet tjetë, për një arsye apo tjetër, por që na duhet më lidhë mi ketë me energjinë që kemi dhe sidomos gjatë dimrit, kur natyrshëm të e kitë nevojshme me hi mrena dhe të kemi shfaqe sa ma shumë në Teatrin Dodona. Trego pak, Isa, sa ka qenë sfiduse me pranu këtë pozit, edhe a është diçka që ka dalë që ke prit? Sfiduse as pak. Apo e kërkoje këtë sfidë? Nuk është që e kam kërku në sensin që unë e kam po vetën në dikasterin e kulturës. Më thonë, angazhimit, kur i kam... Ke dhenë kontribut kogja me veprat e tua në kulturë? Unë jam prej 2003-ës pjesës skenës së muzikës në Prishtinë. Në fund të vitit të 10-a, si me thonë ka 2018, kemi fillu angazhimin me shtëpinë e kulturës në Lukar. Është një shtëpi e kulturës që ka qenë një farë deponie e shkollës afër, e harruar, dhe ne kemi fillu me ba aktivitete kulturore në atë qendër, e kemi marrë, kemi pastru, e kemi rikthy komunitetit, dhe pastaj kemi arë në drejtoritë kulturës, unë duke mos qenë, do me thonë, duke qenë në skenën e artit. Edhe kemi kërku me u ba revitalizimi, me u ba në disa ndërhyrje dhe kemi gjetë përgjigje pozitive nga Komuna Prishtinës
dhe tash ajo qendër është funksionale, e ka degën e Evzi Sulemanit, ka një skenë shumë të mirë, shohim filma për fëmijët e fshatrave, kemi hapësira për grupet muzikës me bë prova, sepse nuk ka banor për rreth dhe mundesh me lëshu me bë zhurmë deri vonë dhe nuk i pengon askujt. Kështu që domethënë aktiviteti jam në sheherin tonë, në qytetin tonë ka qenë edhe më herët, kur e ka marrë, si me thonë, kur më është besu detyra. Sepse, po të pyes për shkak se për disa ka qenë pak befasuese emrimi juaj si drejtori kulturës. Për mua jo, absolutisht, duke ditur punën edhe veprën që ju e bëni, e vlerëso, më pëlqeu shumë, jashtëzakonisht shumë, prandaj edhe të kemi ftu sot. Faleminderit. Unë jam pjesë e Por me që ke komunitetit. qenë jashtë politikës, prandaj ndoshta edhe ka qenë pak. Po, unë kam pjesë e komunitetit gjithmonë edhe Por jo, njerëzit nga njëre keq kuptojnë sepse jo të gjitha ata që mirë me politikë duhet me o emru për Po, unë i kam falemderu ata që kanë vlerësu që unë duhet me qenë edhe me përfaqësu, si me thonë, që të energjin që e kam pasë edhe jashtë në një aspekt zyrtar, jam shumë i lumtur që jam këtu dhe menoj që zgjedhjen më të mirë të mundshme e kam bërë, duke qenë unë atë. E di edhe të thash, në fakt, po vrejet. Unë e kam energjinë, po besoj edhe moshën e kemi që mundemi me edhanë, jemi më të pjekun, si me thonë, edhe që ajo karriera që kemi pas detarë, dhe sfidat, e sprovat në jetë që kemi pas, në kanë rritë që problemet që muna me pas për një aspekt zyrtar, i trajtojnë shumë më mirë. Megjithatë, më fal që më ta ndërpres, se kur përmendet kjo politika, në fakt, një Isa Mustafe kemi pas në politikë, kështu që nuk ka nevojë për të dytin. Në fakt jem, po, unë jam të u knaqë, do me thonë, në punën që e kam, dhe po tentoj që në çdo rrugtim, në çdo aktivitet që kam e marrë më të mirën e saj, sepse është e shkurt kjo periudha 3 vjeçare, du me i dhanë qytetit sa ma shumë që të mundem si energji, po ashtu dhe aktivitet. Po, Isa, po flasim pak se nuk mundemi me të i kalu Sunny Hillin, që ishte një ngjarje mjaft e madhe në kryeqytetin tonë. Si shkoi bashkëpunimi edhe si kalove në përgjithësi si person, kështu? Sunny Hill është një partner, si me thonë, ose është ba një ikone qytetit Prishtinës. E di që ka pas shumë sfida në qysh në fillimin e saj, pastaj ndarja parcele, se ka pas debate, po kur i lënë gjitha këto anësh dhe shef që ka po jep Sunny Hill Prishtinës, është diçka jashtëzakonshme. Ne jemi në hartat kulturore botërore dhe nëse kushdo që edhe unë si drejtorie kulturës po tentoj me sjell një artist madh në Prishtinë në vitin e ardhshëm, një band ose një artist madh, ti e ki shumë më të lehtë çastin. Tash për shkak punës që kam bë familja Lipa, Dugagjini, Dua dhe Sunny Hill në përgjithësi, po edhe institucionet që kanë mundësu me ardhur deri në këtë pikë. Aspekti ekonomik është i pa diskutueshëm këto ditë dhe na e vrena nëse janë hapësirë që del t'i shef turista dhe kjo e ka impaktin e vetë pasaj, po edhe nëse merr rrugën me shku deri te Sunny Hill dhe dush me hecë 2 kilometra për me shku deri te stage edhe kjo tregon në vetë se sa e madhe është. Çështja e line-upit pas një artistave është çështje shijes, këtë edicion mund të më pëlqyjë dikush më shumë, edicionin tjetër më shumë. Dua sigurohet që çdo 2 vjet pothuajse tash është bërë traditë që kthehet dhe ja jep një shtytje, një boost këtë festivalit. Unë isha vetëm në natën e dytë, mrina me shku, u kënaqa shumë. U kënaqa shumë, është këndshëm me i pa gjeneratat të ndryshme, do me thonë edhe qika të reja, do me thonë djemë 3 që kanë arë me prind, po edhe shumë të më shumë. Kështu që këndshëm me i pa dhe stage të ndryshme. Po, familjar, po, edhe unë isha me vajzën time edhe ajo e shijoj shumë. Kështu që po ndodhin, është këty një farloj trendi i qytyne koncerteve të maja në shere, patëm Yllimanin para, do më thonë një para Sunny Hillit. Dhe ajo ishte jashtëzakonshme. Ishte jashtëzakonshme, në isha në natën e parë, pra po thëmë, muzika është shije, që dikujt mund me pëlqy, po aspekti i organizimit. Ishte për çdo lavdot, Isa, bashkëpunimi juaj me gjithë menaxhmentin atje. Unë e takova dhe Bonartin e thash halal, do më thonë, mënyra që ku parkohesh, që shenë, zërimi, do më thonë, është konkuron, unë kam qenë festivale dhe në koncerte jashtë me artistat maj, do më thonë, s'munsh më një inferior, sepse jenë aty. Absolutisht, absolutisht. Kur bëhen të gjithë mirët bashkë, pa dyshim që diçka e bukur del. Isa, gjithashtu, këto janë
aktivitete, mund të evenimente shumë të mëdhaja që e kanë pasuru qytetin, por nuk mungojnë këto të vogla që e përmenden lagje. Sigurisht do të ketë edhe eventet të tjera që përkrahen nga komuna e Prishtinës. Cila do t'jenë si vjetë? Diri sa do të zgjasin? Drejtoria e Kulturës funksionon si me thonë në dy shtylla. Njëna me subvencionet që bën thirrje dhe artistat aplikojnë me idetë tyre, dhe tjetra është një kontratë që kemi na dhe që i shtym projektet tona dhe idetë tona. Në pjesën e subvencioneve, unë kur kam marrë, kam gjetë një thirrje të dizajnuar dhe të hapun, që ka qenë në proces, dhe unë veç në një mënyrë kam qenë shikus dhe mbarvajtësi i këtë procesit. Ka qenë një komision profesional që ka bërë vlerësimin e projekteve, është dalë një listë me përfitues, është në fazën e ankesa, më falë shumë teknike, por për ata që aplikojnë e kam parasysh që ka ndodhë, dhe pasoj nënshkruan kontratat me artistat dhe me organizatat dhe fillojnë ekzekutim, si me thonë, edhe i mjetëve, po dhe realizimi i veprave të tyne. Kjo është shumë e rëndësishme sepse është një farë lloj vizibiliteti. Kur e jap ti, ne kemi pas kërkesa ka qenë dikon 8 milion, por ne kemi pas vetëm 800.000 për me i shpërnda. Tash që ato 800.000 ne duhet me i përcjell si po realizohen, o s'ku po shkojnë, si po shkojnë, apo realizohen komfort qasaj që është apliku. Dhe kjo na krijon një farë lloj edhe shtrirje të kulturës, po edhe një farë vizibiliteti, edhe një farë portfolio të drejtorisë sonë se çka po ndodh në qytet. Po krah kësaj kemi edhe projekte ad hoc që na vinë, edhe që janë shumë të mira, që na nuk mundemi me thonë jo, dhe gjej modalitete si me përkrah. Tash së fundmi kemi në datën 8 gusht e kemi koncertin Represent që ka Bima që është duke e ba në amfiteatrin e Gërmis. Bimi kur është ardhë ma ka tregu idenë dhe qka është mrapa saj dhe që është hera e parë që po e bën këtë koncert. Unë kam dash me pa tjetër me qenë pjesë, si me thonë, mja letësu që të aktivitetin e parë dhe kemi ndihmu me pjesë logjistike. Në fakt, sot nuk na erdhi sepse kishim edhe tëftuar Bimën, po sigurisht aktivitetet, angazhimi për këto aktivitetet që sa po i përmendën, e bëri që të mos vi, sepse do t'i merrnim edhe live ndoshta ato përjetimet e tij në 25 vjetorin, nëse nuk ka bërë. 25 vjetori do t'jetë nëse s'gaboj në tetor ose në vitin tjetër e Enara si grup. Enarave si grup, po. Kjo diçka tjetër. Kjo është një projekt i tij dhe disa antarëve të Enarave që ja japin hapësirën artistave të ri për me promovu. Po përveç krahas tyne, Bima do t'jetë duke bo hostimin, si me thonë, udhëheqjen e programit, edhe kjo është një video që e kam pritë në zyre Bimën, e kam në vinyl edhe lëshoj muzika me gramafon gjatë gjithë ditës, ma ka pasunuat, si me thonë, bibliotekën. Bibliotekën që e ke aty në zyrë. Po, t'lakave, po. Bima, unë për veti kam taku kështu në qytet, po duke unë me rock and roll këme hip-hop, sërë që na kanë taku skenat shumë, po enarat janë, Bima është një artist i jashtëzakonshëm edhe unë jam shumë i lumtur që kam arritë sa do pak mi adhon një dorë në rrugtimin e tij që ka dhe uroj që i ftoj gjithë ata që dojnë hip-hopin me arë me 8 gusht në amfiteatrin e Gërmis me ndëgju muzikë mirë dhe artistat të ri. Pa tjetër më erdhi shumë mirë kur pasha të listë me ata artistat të mirë, me ata emra të rinj që meritojnë vëmendje edhe t'i ngrisim. Në fakt, unë veç e kam të referumin e të rinjve, se më pëlqyen disa, kështu që vërtet do të vije dhe ti të gjojnë nga afër. Isa, kisha pas qef pak me të pyet edhe për krahjen që e merrni dhe sa e merrni nga kryetari Rama. Ministria e Kulturës, pastaj. Jam e fat që kryetari Rama është shumë i afërt me komunitetin artistik. Me thonë, po pa dyshim edhe nën kryetarja Besian Musmërati është jashtëzakonisht si me thonë, friendly dhe i përqafon idetë e mia. Kur i ki dy njerë si kryetari Rama ose edhe nën kryetarja, e ki shumë letë me i qu projekte për para, sepse kur t'ja prezentën ide nuk është fantashkenës për ta, po është diçka e kuptueshme, po. Kryetari Rama ka guximin me think big, që thoj, me nu shumë madhe dhe pa tjetër që e kam shumë pletë, por që shkojmë bëjmë ide, ka plot ide që dhe ajo më thotë, hej, hajde të shkojmë të qojmë qita në tjetër nivel, gjithsesi eksperienca në qeverisë lokale e ti është ma e gjatë, jemi është vetëm 3 muaj, po gjithsesi punojmë shumë afër ngusht edhe kemi që më thonë për një me
për Prishtinën, me punu këtë mandat edhe me qu projekte për para. Çka është Prishtina për ty? Prishtina o gjithçka në fakt. Do me thonë është fëmini me bicikletë ku jërëzu dhe ke lanë shumë sheja në trupin tënë, e shumë të kepuna. Ki momente të shkollës, do me thonë, ki momente dështimeve, dashnijave, rrugtimeve të papërfunduara, rrugtimeve të përfunduara. Po për mua në kam tentu me një moment me ikë për Prishtinës, sepse jeta të qënë në kuptimin me migru. Ka ndodhë kjo ndonjëherë? Ka ndodhë njëherë në jetën teme, sepse adin gjyqysh, ka herë ne e kemi çdo dështim eventual në jetën tonë, në sensin e karierës, se qka ti tenton me gjetë fajtorin, edhe shumë e natërshme është, Prishtinës, kur gjë s'ka. Po, veç 3 muj ka mujnë me mbjetu lartë Prishtinës. Ai ka qenë në vitin 2009, dhe kam po që, edhe kam qenë në New York, dhe me thonë me një vend ku është vendi mundësirë, po unë kam thonë që edhe aty kam do menën, Prishtina kam e thonë jeta eme për gjithmonë. Cilat janë rrugët më të bukura të Prishtinës për ty? Unë jam rrit në Kolovic, është një lagje e harrume, po thuaj se kjo nashta është edhe në forma qyshune, jam një inferior në sensin, kam pas shok Dardanis, kam pas shok Qendrës, kam pas Shushnija, së më ka lidhë. Janë disa lagje të harruara të Prishtinës, janë vjetra, po. Edhe unë duke qenë qashtu nashta dhe tashti sensin e të menduarit e kam gjithë përfshirje. Ka, do me thonë, rrugët e mija, sidomos në kohën e teenage zonës, kur kemi dojna për Zanzibar, kemi nejtë deri vonë, kemi ngu muzik live. Kjo rruga prej Shadërvanit, prej Gjamisë së Qarshis deri në Kolovic, ka qenë një farë rrugë që ka meditu, se është një 2 kilometër që i mirë dhe të shpija jem. Po ka dhe rrugë tjera të Dardanis që kam kalu një fazë tjetës tem me shokur, kemi fillu grupin, edhe ka qenë një market pse, atë është shumë interesant. Të qato janë ato pjesë që kemi shru edhe disa tekste për këto rrugët, për e së është njona që është kanga për autobusin e bardh, që thot e si të shkruaj unë për oqeanin kur nuk jetoj pranë ti. E as për rrugën pranë shtëpisime që duket si një vi. Atëherë hajde të flasim për autobusin e bardh që gjithmonë era e mirë i ka ardhë. Që perdet, se ke po perdet që perdet autobusit. Perdet moti i kanë gjumë bërlog, edhe nuk e përdorin fjallën e të hakë. Duket ndoshta që i përkasim njëjtës gjenerati, pas kemi nostalgjit shumë të njëjta edhe duket na kemi qenë ma kreativ. Po, ose se cili ka të drejten me përqafu ose me lavdu gjeneratën e vetë? Me nëzirë njerin për kontekstit kohor është pak problem, edhe geografik, sepse në atë kohë na kanë ma. E mira është që për një me kur jemi ullë në tavolinë, se kur kemi shkute dikush, e kemi pas paka shumë sikur tash që të në ndodhë njëve dëve, na i kena telefona në gjep, për shkak edhe formatit, po për para nuk ke pas format, po ti s'ke pas telefon, dhe nuk je shkëput asë njëherë. Dhe nëse kemi diskutu një temë, jemi të lunë qatë temë. Edhe e kemi në gjuhë dhe halin e tjetët. Tasht, na, kur durimi në kafe, deri sa for, dikush e scroll në telefon dhe e kupton një lajmë dikone dhe me herë ose e shkrua një tekst po me një ndim të ChatGPT-s. Ose ajo. Dërsa ne kemi shkruar tekste, duke përjetu, edhe kjo është. Në fakt, më ktheve shumë koha dhe më pëlqen shumë kjo. Në fakt, kjo që e kemi përjetuar, sidomos në Prishtinën e dashur. Prishtina ka shumë rrugë, ka shumë qytete, ka shumë aktivitete, por falë edhe njerëzve të cilët kanë kaluar në këto për t'ja ditur gjeneratës. Pajtoj. Isa. Diçka tjetër që mendon se Prishtinës po i mungon ende e je duke mendu me zhvillu? Një diçka që ku menu që Prishtinës i mungon është me dy çështje, është e para me mbledh njerëz. Në sensin unë e kam një farë parimi që neve që duhet me mbledh. Mund mos ketë arsye, po thjesht hajde mblidhemi. Dhe kur i mbledh të një grup njerëzish gjithmonë, për aty në njerëzve del diçka. Do të thonë, prodhohet diçka, një ide, një diçka, hajde të udhtojmë, hajde të bëjmë. Kjo është me para, e dyta, unë menoj që Prishtinës, edhe njerëzve të Prishtinës, faktisht që mungon buzëqeshja, edhe me kesh, do të thonë, me humor. Unë në fund të muajit me 30 korrik, e patëm një stand-up komedi në Platon e Pallatit të Rinis, ka qenë 18+, po ke shumë këndshëm, kemi qesh pa mos, kemi pas 3 artistat të vendorë dhe 3 të Shqipërisë.
edhe ka pas batuta pa fund, edhe kjo është një diçka që du me vazhdu prapë. Me vazhdu dhe në lagje, po jo në sensin e grupit malë, po në përqoshet saktuma, një mikrofon, ato batuta kemi të regu, nuk dyna që apo di angazhim logistik shumë, vyni një oftim. Me umbledh, ajo që e the, po. Po, na i qaj, na i kafe në mahallës. Kjo menoj që njerëzit na mungon me umbledh, na mungon, unë jam prendi, kam 3 fëmijë dhe unë kam sfidë shpesh me nxjerr fëmijët prej shtëpisë, domethënë, dhe nana jeme ka pas sfidë me na shtinë në shtëpi. E kështu që do të më marrë një farë balancë për me nxjerr fëmijët prej shtëpisë, nuk duhet me qenë gjithmonë qendra tregtare, por duhet me pasë një vend tjetër. Unë kur kam marrë dhe kam gjetur edhe bibliotekën e fëmijëve që është Dega Hifzi Sulejmanit në Pallatin e Rinisë, ka qenë të punu pej të hanës deri të premten, por në atë kohë këtë fëmijët na për shkolla. Dhe kam bërë çmos që ta shtojmë edhe të shtunën. Edhe të shtunë është një hapësirë ku mund është me i qu fëmijët në bibliotekën e fëmijëve, ka libra, ka lodra, është një ambient i jashtëzakonshëm. Është rregulluar shumë bukur, po. Dhe ideja që të krijojnë që modalitete, po përveç saj edhe hapësira publike, kulturore, në përlagjet saktume, si është ajo në Llukar, është pjesa tjetër në kodrën e trimave, qendra kulturore në përfundim e sipër, me bë hapësira të bashkia lokal me i hap për qytetar, qoftë edhe për një ditëlindje nëse don me bë atë fëmijës, me pas një hapësirë ku ti në lagje afrohesh në një hapësirë publike, nuk ke nevojë me bë kosto, thjesht me mbledh njerëz dhe me bë aktivitete sa më shumë. Në fakt, vendet, qytetet e mëdha të botës i kanë këto hapësira ku njerëzit e lagjes i shfrytëzojnë për evente të ndryshme familjare dhe për çdo gjë tjetër. Do të flasim pak për të rinjt, Isa. Sa kanë mundësi edhe hapësirë për të konkuruar për idetë e tyre e përmendet realisht, por si është procedura, si duhet ata të dinë që e kanë derën hapur me të vërtet në komunën e Prishtinës? Unë mendoj që një gjenerat që është shumë problematike dhe besoj pajtoni edhe ju dhe shumica, është që mosha 15-18 vjeçar është mosha që nuk trajtohet pothuajse me kur gjatë, me asë një aktivitet, asë në arsim, asë në, do të thonë, një farë gjenerate. Në është kohët i një zonës që janë ma problematike dhe ne zgjedhëm... Po duhet gjejmë një mënyrë. Ne zgjedhëm mos të miremi atin. Po menoj që ata duhet me i trajtu shumë. Po fillimisht duhet me shku institucionalisht me aktivitete, me i afru afër, masë ne kjo ndryshon. Ka modalitete ndryshme që mundemi me i qasë, jem të punu afër me drejtorinë e arsimit, drejtorinë e sportit, drejtorinë e rinisë, që të gjejmë modalitete që ti trajtojmë këtë gjenerata të rritë. Në rastin e drejtorisë kulturës, ne do të jemi të punu që cila lagje ta ketë hapësirën qendra kulturore ku aty do të jetë, pastaj të punojmë ngushtë me organizata të dëshmuara që bojmë program të mirë për të rritë dhe që ashtu t'i afrojmë, do me thonë, me kurset gitarës, me filma, me workshope, me co-working space, që ti mund me shku, dikush mund ta kenë një talent që ne as nuk e dim, asaj vetë nuk e din, që të bëjmë animacionet, ka modalitete. Tash që jam angazhu shumë që në Kolovicën e vjetër është një shkollë që ka qenë Degë Pjetër Bogdanit, që kanë shku deri për parës dhe në 4, tash është me objekti i harruar dhe është një abor shumë i mirë. Jemi të punu në projektimin e asaj hapësire, që të kemi, unë e kam qujtë Escape Space, një hapësirë me ikë prej rutinës, e kjo duhet jetë kryesisht për qëtë gjenerat, që i marim nga shkolla, nga teknologjia dhe i zhvendosim atje i pret një profesor i gitarës, i pianos, një piktor, i pret një trajner i boksit, një trajner i karates, një trajner i futbolit, ose i crossfitit, ose gjimit, ose tjesht me i ikë prej rutinës, po atje i pret edhe një farë ambienti, një fshat, se Kolovica vjetë atje fshat, ka dhe kafë shtëpjake për rrët, që e bën shumë këndshëm për të rritë. Dhe me thonë, ne kemi me bërgjë dhe kemi obligim që të bëjmë projekte të tilla, pastaj vynë gjithmonë këtë rekonshi prind institucione dhe fëmijë që me mujtë me realizu qatë ide, qatë projekt që kemi. Në fakt, ne jemi rritur me aktivitetet të tilla, e mbaj mend qendrën e pionerëve që ka pasur degë të ndryshme, që sot nuk e di nëse ekziston ose jo, ka qenë në Pallatin e Rinisë. Tash është qendra kulturore për fëmijë. Tash është qendra kulturore për fëmijë, por duhet shtohen gjitha këto, sepse vërtet është problematike kjo mosha 15-18 vjeç,
kur e mendon, realisht nuk është se kanë aktivitete. Me pyet një tri qaban, do më thonë, mostly edhe nëse janë marrë me aktivitete sportive, që unë e kam djalin në moshën 11 vjeçare, të gjithë prindë thonë që në moshën 3-14 vjeçare bëhet ajo, si me thonë, ajo prerja, a ka me vazhdu karierën sportive, apo ka me u kthy në diçka tjetër. E imagjinoni një fëmijë që ka investu deri në moshën 14 vjeçare në sport dhe ka pa vetë sportist dhe merr vesh që të kukshna për sport. Që ndodhë me të, me andrën e ti. Ajo shumë e ndishme dhe duhet që ato me e gjetë një modalitet ku na ja japim platforma tjera që ata mos me uni të, si me thonë, të dështum, të humbën, po t'ja japim një që okej, jeta nuk ka qenë veç sport, hajde tashti. Vazhdoj me diçka tjetër, me kitare. Kitare, fizike, ta koha një gjallë dje të palati, për mbi korrez aty të platoja, që ishtë fizicien të kishë marrë venin e pa që 2 vite e radhëzi, edhe a djali kishë lujtë futbol dhe vonë, po... Nuk e ka ditë që nuk qenë ka futbol. Edhe u këthym fizik, do me thonë, imagina sa. Po jeta nuk përfundon atë, që është tash më herët, Prishtina është dështem, është rrugë pa ëndër e pa realizume shpeshherë, po është edhe shumë ëndra tjera të realizume. Kur ka pushim për ty, sa Prishtina shumë aktivitete, shumë gjallëni në mala ndet. Çfarë pushimi? Njëtën pyetje me ka bërë dhe gruaja, po... E di, prandaj unë jam rapa grus, po. Je kum hin hak kësaj here, se për në me, po e kanë ditë që kjo na pret pak, po me nejnë në fillim shtatorit, se me nëse nënë ngushtë kemi aktivitetin e fundit me... Dhe më thonë drejtën, po kam qef me qenë nëse së në lagje, kur ndodhin aktivitetet që në lagje, në fillim shtatorit. Në mala ndet, jënë dyjat për mu, po jënë për arsyet të tjera. Deti është pa dyshim moment familjar që shkoj me fëmijë dhe këtë fokus jam është me loja për atyne, në ujë, në zalë, ku dhe që jemi. është, të më thonë, angazhim, nuk këthejna i pushushëm për detit asë njëherë, sepse unë i kam 3 fëmijë dhe është... Aktivitetet aty janë triple. Qashtë. Po thjesht na pushojmë për rutinës, po jo për prej angazhimit, dhe më thonë, për lodhës, po dërsa malin e kam për meditim ma shumë. Malin nëse dalë... Mediton, Isa? Po, meditoj. Po, bëj edhe aktivitetet sportive shumë, edhe ecjet në mal janë një për 2 vrapimi, unë dalë 2 herë një, po thuaj se në gërmi, që është në mal në vete, dhe vrapoj, vrapin e kam veç me vetën, po edhe malin e kësha dasht veç për vete, dhe më thonë, veç për isën, jo me njës tjerë, aja është meditim me vete, një falloj refreshi, edhe kur jenë mal je i humbën në sensin e njerëzve, nuk jenë qytetrim, atër je veç me vetën. Ajo të bën me reflektu për shumë gjana, deti është ma shumë halakon, po... Qodje, po e ka atë vetën, që i vynë një atë paktën gjatë vetës. Në varet qka, dhe ka herë nuk më duhet asë gjana, po më duhet vetëm betoni i Prishtinës dhe herri këto. Isa, të përgëzoj jashtëzakonisht shumë për punën që i duke e bërë, prandaj edhe është premë dëshirëm që me të pasë sot në Mala Ndet, sepse do të donim edhe po të falenderojmë publikisht për gjitha këto aktivitete dhe këto kënaqësi që po na i jep Komuna e Prishtinës dhe veçanërisht ju si drejtori i kulturës. Shumë falenderoj, kënaqësi me punu për Prishtinën. Ne kemi punu, unë thash kam punu edhe më herët, po nuk jo në pozitën zyrtare. E kur i ki edhe qëto, si me thonë, qëto mekanizma në dorën tonë dhe ti jep kaje, është kënaqësi në vete dhe kur e dim për çka është Prishtina. Është shumë e mirë, unë e kësha shvizu rasin veç edhe një diçka tjetër me thonë që në 14, 15, 16 gusht është një aktivitet tjetër që është Kajak Fest, që ndodhë në Batlave. Kemi qenë partner edhe në organizimin, si me thonë, në përkrajin e Kajak Festit. Ju bëjtire të gjithve unë kam qenë vitin e kalume dhe unë kam qenë. Kam qenë, do me thonë, është i përshtatshëm për fëmijë, për të rritëm, për kjo me pas gara, ka me pas muzikë, ka me pas gjithë shka, mundi me flejt natën atë në shatora, do me thonë një par camping me përjetu. Juftoj keve me ardhë dhe aty jemi partner dhe një farë pushimi është edhe aty, një farë deti e kemi edhe aty kushe të në deti. Deti jonë, po. Deti jonë, po. Falenderit shumë, Isa, kënaqësi, urime edhe njerë për pozitën, për postin, por e di që nuk mjafton vetëm një urim, sepse është më shumë dëshira për të dhënë për Prishtinën se sa për të marrë. Besoj kështu reflekton. Falenderit shumë. Falenderit shumë ju për Falenderit shumë, kënaqësi.